se një projekt ligji vetëm u dërgua nga dy partinë kushtetuese, por nga fundvjetori i vitit 2023 kanë kaluar mbi 740 ditë që kur gjykata kushtetuese nuk ka nxjerrë verdikt për fundin sovran. Shumë më pak ditë për trajtim morën 16 ligjet që javën e shkuar ju dha Amini. Për një jurist, afati parapar për trajtim ka skaduar moti. Prej 60 ditësh për vlerësimin e ankesave të paraqitura pranë kësaj gjykate. Mirë po kjo afat, sipas këtij ligji, është afat jo detyrues, është afat orientues. Por dhënesa sipas tij ndërlidhet me studimin e përmbajtjes. Volumi i këtij ligji e ka paraqitur këtë pengesë apo këtë shtyrje të afatit dhe nuk ka arsye të tjera. Tash është vlerësimi i gjykatës kushtetuese se mund të kërkojnë ndihmë prej institucioneve tjera. Shqetësuese këtë situatë është edhe një prej hartuesve të cilët edhe janë në dispozicion nëse u kërkohen ndryshime. Jemi të gatshëm të si temi rigjallërohemi dhe ripozicionohemi dhe rimarrim iniciativën për ta çuar deri në fund implementimin e këtij ligji të rëndësishëm. E për të jetësimi i këtij projekt ligji është jetek për Republikën. Kemi minerale, kemi demografi të shëndosht tani për tani. Kemi potenciale tjera edhe natyrore, por edhe intelektuale për të bërë më shumë. Kushtetuesja konfirmoi për Klan Kosova se vendimi do të merret pas shqyrtimit të krejt aspekteve kushtetuese sipas kërkesës nga palët.